kur kryetari i bashkisë u mor nga zyra për të mbyllur në qeli, pa gjyq. Atëhere, për herë të parë, e ngrita zërin lidhur me një proces në të drejtësisë, duke thënë që kjo është disproporcionale, për faktin se cila do qoftë arsyeja ose cila do qofshin arsyet pse drejtësia heton kryetarin e bashkisë janë të pamjaftueshme si arsye për sa kohë kryetari i bashkisë nuk ka vrarë njeri dhe nuk është kapur në flagrancë duke bërë një krim, për ta lënë Tiranën pa kryetar bashkie të zgjedhur. Ne ndërmorëm hapin tjetër, që të hapim rrugën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Ishte një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë në pamundësi për të kryer detyrën të mos kthehej në një problem gjithmonë e më të madh për qytetin, sepse qyteti, asnjë qytet nuk mund të qeveriset me telekomand apo me delegim. Pavarësisht gjithë punës madhe dhe përpjekjes që bën Anuela bashkë me nënkryetarët, gjykata kushtetuese refuzoi t'i hap rrugë zgjedhjeve në Tiranë, duke përcaktuar pamundësinë e kryetarit të bashkisë për të qenë në detyrë dhe nga ana tjetër duke përcaktuar që nuk është e drejta e Këshillit Bashkiak dhe e qeverisë që të hapin rrugën e zgjedhjeve duke e larguar kryetarin e bashkisë për sa kohë ai ka munguar sepse nuk i është dhënë mundësia që të vijë. Mendimi ndryshe i gjykatës kushtetuese të çon në konkluzionin që kur kryetari i bashkisë të shkojë atje për të kërkuar të kthehet në zyrë, gjykata kushtetuese ta kthejë në zyrë, sepse vetë ka thënë që nuk mund bëhen zgjedhje në Tiranë sepse ai është i zgjedhuri. Atëherë duhet ta kthejnë në zyrë, në mënyrë që të normalizohet një situatë që është një situatë çdo ditë dhe më e vështirë për kryeqytetin.